Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha para gazetarëve reagoi mbi restaurimin e ish-burgut të Spaçit, që sipas Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit është një ndërhyrje planifikuar për restaurimin dhe ruajtjen e sitit si pjesë e një plani të miratuar në 2024, që synon kthimin e Spaçit në një muze të kujtesës i hapur për publikun dhe i dedikuar reflektimit mbi regjimin komunist dhe rezistencën ndaj tij. Gjithashtu dhe për realizimin e një projekti filmik për revoltën e vitit 1973. Por, sipas Berishës, po tentohet fshirja e gjurmëve të xhelatëve të diktaturës. Është indirekt përdorimi i një preteksti për të shuar gjurmët, për të mbrojtur xhelatët e diktaturës. Është një shkelmim për zdyti i asaj i ati kalvari që ka ndodhur në atë kamp dhe ky është Edi Rama mendon se me suva do mund të shuaj veprën e etërve të tij barbar. Është thjesht pra përpjekje e Edi Ramës për të mbyllur me suva dhe me bojra gjëmen e të mërshme që ka ndodhur në atë kamp ndaj qindra dhe mijëra shqiptarëve. Është dëshmi tjetër se si ky pasardhës i një xhelati të diktaturës komuniste përpiqet të zvogloj aktet shnjërzore të atij regjimi që ky e quajti ana e drejtë e historisë.